profesionalizmi dhe vizioni për të ardhmen e këtij sektori. Për të hapur sërish ceremoninë e sotme, kam kënaqësinë të ftoj në skenë organizatorin e këtij panajiri, zotrin Burim Kuraja, CEO i Frigo Deluxe, për fjalën e mirëseardhjes. Ju lutem, zotri Kuraja. Përshëndetje gjithëve, masmarti mirë se keni ardhur. Është ndërë dhe kënaqësi për neve që shohim shumë miq edhe dashamirë, bashkëpunëtor, institucione, ambasada prezente në këtë event. Nuk jam shumë i mirë me fjalime, kisha pas qef me qenë sa më i shkurt edhe mi uftu të gjithëve pastaj në këtë event, i cili po organizohet për ndër të bashkëpunimit, e cila ka qenë vetëm si një ide. Mirë po, realisht ne nga një ide e vogël kemi pa që ka mundësi partneriteti me kriju një platformë bashkarisht me institucionet, me arsimin, me të rinjt tonë, të cilët janë gjithë kjo rini, gjithë studenta që janë të mësimit dual, ti tregojmë që Horeca nuk është vetëm një mikpritje dhe ushqim, mirë po Horeca si sektor punëson mbi 25.000 punëtor në Kosovë. Do thotë Horeca sektori ka shumë potencial për rritje dhe ti tregojmë gjithë botës që ne mund të jemi një lojtar rajonal për partneritet, do thotë duke i marrë parasysh të gjitha sektorët tjera që mundën me ndërthur me sektorin e Horeca. Sektori i Horecës realisht mund të jetë një nga gjeneratorët kryesor të këtij temi tregu tonë Kosovës, ku mundemi në bashkëpunim me institucionet që e ka ma heret, me partnerët ndërkombëtar, me partnerët vendor dhe gjithë ta kuzhinierët mrekullueshëm që janë këtu, të arrijmë të ngritim nivelin e tyre, sepse ne dim, duam dhe duhet t'ja dalim. Duhet të kontribuojmë secili nga ne për një shtet sa më të fuqishëm dhe t'i edukojmë sa më shumë gjeneratat e reja të cilat mundem me sjell gjana shumë bukura bashkarisht me neve. Pra, Kosova ka mundësi, ka potencial, duhet t'i ndihmojmë të zhvillohemi dhe si sektor Horeca ne po kontribuojmë edhe si kompani Frigo Deluxe me këtë panajër të organizuar për ndër të këtij sektori. Andaj, unë nuk deshta me qenë shumë i gjatë, ju ftoj gjithë dhe pastaj pas ceremonisë fjalimeve të prejmë shiritin dhe të kënaqemi ta gëzojmë këtë panajër. Faleminderit shumë. Ju faleminderit, zotri Burim Kuraja. Tani do të vazhdojmë me fjalimet përshëndetje të mysafirëve tonë të nderuar. Kam kënaqësinë të ftoj në skenë zotrin Jeton Mehmeti, zënvendës ministër në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Faleminderit të nderuar zoti Kuraja, të nderuar pjesëmarrës, është kënaqësi jashtëzakonisht e veçantë që të jem në mesin tuaj, në mesin e ndërmarrësve, prodhuesve, furnitorëve, furnizuesve të sektorit të Horecas. Në emër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, dua të shpreh mbështetjen tonë si institucione që do të jemi gjithmonë afër biznesit, afër ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, dhe fokusi jonë do të jetë gjithmonë bashkë me ju të synojmë tregjet tona apo rajonale dhe ato ndërkombëtare. Pra përpos përkrahjes dhe mbështetjes që bizneset e vogla dhe të mesme do ta kenë nga institucionet e shtetit dhe Republikës së Kosovës, ne do të jemi jashtëzakonisht të fokusuar në eksport dhe prodhuesit tanë duhet të shohin përpara që ne të jemi një aktër kyç në rajon, po ashtu edhe në tregjet ndërkombëtare. Që t'jesh ndërmarrës në tregjet ndërkombëtare, t'jesh konkurrent në tregjet ndërkombëtare, natyrisht që do duhet edhe ndihma dhe suporti i shtetit. Ne jemi të fokusuar që bashkë me ndërmarrësit të krijojmë brendet tona kombëtare të cilat do ta kenë emrin Made in Kosova në tregjet rajonale dhe në tregjet ndërkombëtare. Prandaj sot ju uroj një ditë të mirë, ju uroj një aktivitet të mirë dhe një ditë pozitive. Shumë faleminderit. Ju faleminderit, zotri Mehmeti.
Kam nderin të ftoj në skenë zotrin Maurizio Antonini, ambasadori i Republikës së Italisë në Kosovë. Good morning, and it's a great pleasure to be here today for the opening of this Horeca Fair, an event that has quickly established itself as a key meeting point for professionals, businesses and innovators in the hospitality and the food service industry. First and foremost, I would like to express my sincere appreciation to Mr. Burim Kuraya and the entire team of Frigo Deluxe for their remarkable work in organizing this event. Through his vision, commitment, entrepreneurial spirit, Burim has made possible a fair of impressive scale and relevance, bringing together leading companies, industry experts, chefs, educators, and young talents under just one roof. Italy has long been recognized worldwide not only for its culinary tradition, but also for the excellence of its food service technologies, professional kitchen equipment, refrigeration systems, and hospitality solutions. Italian companies continue to invest in cutting-edge technologies, sustainability, efficiency, and design, qualities that make them ideal partners for a rapidly evolving sector such as Horeca. What is particularly remarkable about Frigo Deluxe is the attention devoted to the entire value chain. This holistic approach is one of the reasons why Frigo Deluxe has been for many years a valued and trusted partner of the Embassy of Italy, especially during the annual week of Italian cuisine in the world. Recognizing the strategic importance of the hospitality sector for Kosovo's economic growth and youth employment, Italy, through the Italian Agency for Development Cooperation, is also financing the Horeca project implemented by the International Labour Organization, ILO. With a budget of euro 4 million over 3 years, the project supports vocational training, work-based learning, entrepreneurship, and stronger cooperation between businesses and educational institutions, helping young people gain the skills and opportunities needed for successful careers in the hospitality and tourism. Events such as this one also contribute to strengthening the economic and commercial ties between Italy and Kosovo. They create opportunities for partnership, knowledge transfer, innovation, and mutual growth. They demonstrate how business cooperation can serve as a bridge between our countries and our communities. I'm therefore delighted to see such strong participation and such a vibrant atmosphere today, and I wish you a very productive session. Thank you very much. Ju faleminderit zotri ambasador. Tani kam kënaqësinë të ftoj në skenë zotrin Christopher Fu, së vendës ambasadori i Zvicrës në Kosovë. Hadi shko. Just a moment, please. Just a moment, sir. I get it. Prova. Try happy there. Right. Test. Distinguished guests, dear colleagues from the diplomatic community, representative of Kosovo's institutions, and all those who have made this fair possible, good morning and welcome to Horeca 2026. It is a pleasure to be here on behalf of the Swiss Embassy, and I would like to begin by congratulating the organizers for bringing together an event of this scale and ambition. With more than 110 exhibition stands, international chefs, and thousands of professional visitors, this fair demonstrates the dynamism and growing confidence of Kosovo's hospitality sector. Switzerland and Kosovo share long-standing and close ties. Our partnership spans economic development, education, governments, and people-to-people exchange, and
The hospitality sector reflects many of these connections. Trade and economic relations between Switzerland and Kosovo continue to grow and diversify. Switzerland is an important economic partner for Kosovo, supported by strong business ties, investment, and entrepreneurial networks. The hospitality and food service sector plays a valuable role in these exchanges. One area deserves particular recognition today is vocational and dual education. Switzerland's experience shows that combining classroom learning with practical workplace training is one of the most effective ways to prepare young people for successful careers. We are especially pleased to see students actively participating in this fair, gaining hands-on experience alongside industry professionals. Their presence is an investment in the future competitiveness of the sector. The Swiss Embassy looks forward to continuing its cooperation with Kosovo and supporting initiatives that promote skills innovation and sustainable economic growth. I wish the HoReCa fair every success. To the chefs, students, exhibitors and visitors, enjoy, learn, build new partnerships and take pride in what you are creating here. Thank you very much. Ju faleminderit zotri F. Tani ftoj në skenë zotrin Lulzim Rafuna, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës. I nderuar i burim, të nderuar ambasador, i nderuar i zoti zëvendës ministër, zëvendës ambasador, atashe ekonomik të ambasadave mike, zonja zotri. Është një nder i veçantë sot që në emër të Odës Ekonomike të Kosovës ju drejtohem në hapjen e panairit HoReCa 2026. Është një platformë që dëshmon potencialin e jashtëzakonshëm të ekonomisë tonë dhe energjinë e sektorit privat në shtetin e Republikës Kosovës. Ky panair me mbi 110 shtande ekspozuese nuk është thjesht një ngjarje tregtare. Është një vend takim i ideve, inovacionit, teknologjisë dhe profesionalizmit. Është vendi ku teknologjia më fundi takohet me traditën tonë të mikpritjes, kur përvoja ndërkombëtare takohet me talentet vendor dhe ku krijohen partneritete që gjenerojnë zhvillim ekonomik. Panairi organizuar nga Frigo Deluxe me pjesëmarrjen e shefave ndërkombëtar dhe shefa vendor është dëshmi e vitalitetit dhe potencialit që ka sektori ynë HoReCa. Këtë ngjarje krijojnë mundësi të reja për biznesin, forcojnë bashkëpunimin ndërmjet kompanive dhe kontribuojnë drejt për drejt në rritjen e konkurrencës së ekonomisë tonë. Të nderuar të pranishëm, sektori HoReCa qëndron në zemër të zhvillimit ekonomik dhe turistik të Kosovës. Turizmi nuk është vetëm një potencial për të ardhmen, ajo është një realitet ekonomik që po rritet me ritëm breslëns. Vetëm gjatë vitit 2025, Kosova mbirëpriti mbi 762.000 vizitor dhe regjistroi mbi 1.65 milion net qëndrimi. Këto nuk janë vetëm statistika, ato përfaqësojnë më shumë musafir në hotelet tona, më shumë klient në restoranet tona dhe më shumë vende pune dhe mundësi për bizneset tona, sidomos prodhues. Në këtë drejtim dua të shpreh vlerësimin tim të lartë për kompaninë Frigo Deluxe dhe për gjithë bizneset pjesëmarrëse që përmes investimeve dhe teknologjisë, cilësisë dhe zhvillimit profesional po rritin konkurrencën e bizneseve tona. Sektori privat mbetet motor kryesor i zhvillimit ekonomik dhe krijuesi më i madh i vendeve të punës në vendin tonë. Çdo investim në cilësi është investim në reputacionin e Kosovës dhe ofrim me standardet e tregut evropian. Zonja zotri, një vend të veçantë në këtë panair zën prania nxënësve të arsimit dual, të cilët i shohim sot aktiv në përshtatje. Kjo është dëshmia më e fuqishme e suksesit të modelit arsimit dual në Kosovë, ku dija teorike e shkollës bashkohet me përvojën dhe praktikën e bizneseve. Për këtë arsye, shfrytëzoj rastin ta falenderoj LuxDevin, Swiss Contactin, Gizin Gjerman dhe Qeverinë e Republikës Kosovës për mbështetjen për zhvillimin e mësimit dual në Republikën e Kosovës. Për këtë arsye, me mbështetjen e këtyre miqve, partnerve, po kalojmë nga një sistem tradicional i edukimit drejt një modeli ku të rinjt mësojnë duke punuar, krijojnë aftësi reale profesionale dhe përgatiten për nevojat konkrete të tregut të punës. Prania e tyre këtu është mesazhi më i mirë se lidhja ndërmjet arsimit dhe ekonomisë nuk është vetëm një synim, por një realitet që po ndërtohet çdo ditë.
Pikërisht për këtë arsye, Oda Ekonomike e Kosovës mbetet e përkushtuar në certifikimin e kompanive dhe trajtimin e instruktorëve, duke garantuar që biznesi të jetë partner aktiv i arsimit dhe qendër e mirëfillt e zhvillimit profesional. Për këtë arsye, dëshiroj t'ju falenderoj të gjithë pjesëmarrës në këtë panajër dhe ju dëshiroj sukses në gjatë këtyre 30 ditëve të panajërit. Faleminderit shumë. Faleminderit zotri Rafuna. Dhe për përfundim, poftoj në skenë zotrim Azem Rexhaj, drejtori i Unionit të Bizneseve Shqiptare Gjermane. Veç është shoha po punon mikrofon. I nderuar i burim, të nderuar përfaqësues institucioneve, zëvendës ministër, ambasador, zëvendës ambasador, të nderuar biznesmen, partner dhe miq të dashur. Është një kënaqësi sot për mua që në emër të Unionit të Bizneseve Shqiptare Gjermane në Gjermani t'ju përshëndes dhe t'ju uroj mirëseardhje në hapjen e panajirit Horeca 2026. Ky panajër është me tepër se një ekspozit biznesesh. Ajo është një vend takimi njerëzve që krijojnë, investojnë, punojnë dhe besojnë në zhvillimin e ekonomisë sonë. Është një mundësi për ndarë përvoja, për të krijuar kontakte të reja dhe për të hapur rrugë për bashkëpunime të reja. Si Unioni i Bizneseve Shqiptare Gjermane, ne punojmë çdo ditë për të afruar bizneset shqiptare në Gjermani me Kosovën dhe me trojet tona. Për këtë arsye, për sot kemi ftuar edhe anëtarët tonë që të jenë pjesë e këtij panajiri, sepse besojmë se bashkëpunimi ekonomik ndërtohet përmes takimeve të drejtë për drejta, njohjes reciproke dhe besimit ndërmjet njerëzve. Dëshiroj të përshëndes në veçanti organizatorët e këtij panajiri, në veçanti zotin Burim Kuraja dhe ekipin e Frigo Deluxe. Organizimi një ngjarje të këtyre përmasave kërkon një vizion, guxim dhe shumë punë. Jemi të lumtur gjithashtu që burimin e kemi edhe anëtarët e kryesisë së Unionit të Bizneseve Shqiptare Gjermane, i cili me energjinë dhe përkushtimin e tij po jep një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e komunitetit të biznesit. Më gëzon veçanërisht fakti që në këtë panel është kushtuar vëmendje edhe të rinjve për arsimin profesional. Investimi në gjenerata të reja është një investimi më i mirë që mund t'i bëjmë të ardhmës sonë. Edhe njëherë ju uroj gjithëve këtë 5 ditë të suksesshëm, takime të vlefshme, partneritete të reja dhe shumë energji pozitive. Faleminderit për praninë tuaj dhe ju uroj një panajër të mbarë. Ju faleminderit zotri Rexhaj. Tani, të nderuar të pranishëm, ju falenderojmë sinqerisht për praninë tuaj dhe mbështetjen që jepni zhvillimit të industrisë Horeca në Kosovë. Ju faleminderit dhe mirë se erdhët në Horeca 2026.